Sali Berisha po flet shkurt për të përcjellë mesazhe të qarta se si është jeta armën e tij politike dhe njëherësh të Partisë Demokratike. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Në bashkëbisedim në rrjetet sociale me qytetarët, Berisha u pyet sërish për takimin e disa figurave të Partisë Demokratike, pakënaqësive të cilëve u dha këtë përgjigje. Kandidatët e primarëve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saljani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Kryejdemokrati i lajmëroi se duke nisur nga java që vjen, ai do të zbresë në terren, në atë që më herët e ka cilësuar si foltorja e dytë me demokratët, krahas asaj para kryeministrisë. Te javë fillojnë foltorët në Shqipëri, jashtë Tiranës, dhe do vazhdoj në të gjithë vendin. Kreu i opozitës akuzoi edhe një herë kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë si të lidhur me banda kriminale, ndërsa tha se qëllimi i Partisë Demokratike janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme.